Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Çfarë është ad-duhan? Tymi nga shenjat e mëdha të Kiametit. Është një nga 10 shenjat e mëdha të ditës së Kiametit, ditës së gjykimit. Dhe përmendet drejt për drejt në Kur'an, në surën ad-Duhan. Allahu thotë: atëherë pritni për ditën kur qielli do të sjellë një tym të dukshëm, që do të mbulojë njerëzit, jo do të jetë një dënim i dhimbshëm. Kjo nuk është ndonjë metaforë apo mesazh simbolik. Është një ngjarje reale, fizike, që do të ndisë të gjithë botën. Qiejt do të errësohen, një tym i trash, mbytës do të zbresë dhe do të përhapet në të gjithë tokë. Do të jetë kudo. Asnjë vend, asnjë qytet, asnjë shtëpi nuk do të jenë të sigurt për i. Sipas shumë dietarëve dhe raporteve, ky tim do të zgjasë për 40 ditë dhe 40 net, 14. Gjatë atij momenti apo se gjatë asaj kohe, bota do të hidhet në kaos. Besimtarët do të ndjejnë një shqetësim të lehtë, të përballueshëm, ngjashëm me një ftohje ose një alergji të butë, por për jo besimtarët tymi do të jetë shkatërrues. Do të hyjnë në hundet e tyre, fytet e tyre, mushkëritë e tyre, do t'i mbyt ata, duke shkaktuar dhimbje të mëdha dhe panik. Disa do të humbasin ndjenjat, të tjerët do të luten që të ndalen, por ai do të vazhdojë. Ditë pas dite, natë pas natë. Tymi do të ndikojë mbi gjithçka. Zogjt do të bien nga qielli, kafshët do të vdesin, mbjellat do të shkatërrohen. Dhe qiejt do të jenë aq të errët sa dielli mezi do të jetë i dukshëm. Do të ndihet sikur bota po mbytet. Njerëzit do të përpiqen të ikin, të fshihen, por nuk do të kenë asnjë arratisje. Pika do të jetë globale. Të gjithë do të dinë se kjo nuk është normale. Kjo nuk është nga ne, kjo është nga lart, kjo është nga Allah. Dhe gjatë kësaj ngjarje të tmerrshme ka një dua të përmendur në Kur'an. Zoti ynë, largon nga ne dënimin, me të vërtetë ne jemi besimtarë. Është një lutje e dëshpërimit e kthimit prapë. Qoftë ky tym i shkaktuar nga lufta apo ndonjë ngjarje kozmike ose diçka që as nuk mund ta imagjinojmë, vetëm Allahu e di. Por një gjë është e sigurt, kur të vijë bota nuk do të jetë më kurrë njëjtë. Do të jetë një nga paralajmërimet më të qarta, më të frikshme para orës së fundit. Allahu na ruaj të mos e përjetojmë kur atë.